Për të 11-ën ditë radhazi, protesta kundër riorganizimit territorial vijon në disa bashki, që pritet të shkrihen dhe të bashkohen bashkive më të mëdha. Një prej tyre është bashkia e Dimalit, ku prej ditësh qytetarët mblidhen çdo mbrëmje në sheshin Dimal, duke kundërshtuar bashkimin e kësaj bashkie me Beratin. Në protestë marrin pjesë një numër i vogël qytetarësh, ndërsa mes protestuesve janë dhe punonjës të institucioneve të bashkisë dhe njësive administrative të Dimalit. Pjesë e protestës prej ditësh është dhe kryebashkiakja Juliana Mema, e cila ka dalë publikisht kundër bashkimit me Beratin, duke e cilësuar këtë vendim si të papranueshëm dhe duke kritikuar qeverinë Rama dhe Partinë Socialiste. Por kundërshtimi i bashkimit vjen në një moment kur vetë administrimi i Bashkisë së Dimalit është përballur më herët me kritika nga banorët e zonave të saj. Mungesa e investimeve dhe problematika të shërbimeve publike kanë qenë shpesh në qendër të shqetësimeve të qytetarëve, të cilët kanë shprehur pakënaqësi edhe ndaj drejtimit të bashkisë. Në këtë situatë, protesta kundër bashkimit me Beratin shtron dhe një tjetër pyetje: nëse Dimalit i duhet të ruajë identitetin e saj administrativ, apo nëse një bashkim me Beratin do të sillte më shumë mundësi për investime dhe shërbime. Ndërsa protestat vijojnë, mbetet për tu parë nëse zëri i banorëve të Dimalit do të ndikojë në vendimarrjen për hartën e re territoriale.